Me origjinë nga Çegrani i Gostivarit, ish studenti i Universitetit të Evropës Juglindore Albon Rexhepi ka bërë krenar çdo shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Në rrjetet sociale vlojnë përgazimet për suksesin e tij që vijnë nga Gostivari me rrethin dhe jo vetëm. Gjaloshi nga Çegrani i Gostivarit është pjesë e ekipit të kompanisë që kontribon në misionin Artemis 2 të NASA. Në Devetron jemi krenar që jemi një furnizues i besueshëm që mbështet teknologjinë pas këtij misioni, duke ndihmuar inxhinierët të sigurojnë të dhëna të sakta dhe të besueshme në disa nga mjediset më sfiduese që mund të imagjinohen, thuhet në komunikatën e lëshuar nga kjo kompani. Rrjeti televiziv amerikan 12 News i ka kushtuar një storje Albon Rexhepit. Ishte një eufori e vërtet pranë Kennedy Space Center në Florida javën e kaluar kur misioni Artemis 2 nisi me sukses udhtimin drejt Hënës. Ndër ata që festuan këtë moment historik ishte edhe Albon Rexhepi, i cili tha se ky është kulmi i viteve të tëra pune për ekipin e tij. The last few years is just the culmination of that work. Që raketa të niset me sukses është një përjetim shumë surreal, u shpreh Rexhepi. Ai dhe ekipi i tij prej 23 personash punojnë nga një zyrë në South County Trail. Sipas Rexhepit, teknologjia e tyre është një nga sistemet kyçe që ndihmon në kthimin e sigurt të astronautëve në tokë. One system in the capsule and one on Earth. Një sistem ndodhet në kapsulë dhe një tjetër në tokë. Ato janë të lidhura përmes GPS-it, duke mundësuar ndjekjen në kohë reale të vendodhjes dhe duke siguruar që kapsula si gjatë nisjes, ashtu edhe gjatë kthimit të ulet aty ku duhet, shpjegoi ai. Sipas një njoftimi përshtyp nga kompania, dega e tyre në Rhode Island zhvillon gjithashtu mjete matëse që u mundsojnë inxhinierëve dhe astronautëve të analizojnë me saktësi performancën, qëndrueshmërinë dhe rezistencën e komponentëve thelbësor në kushte ekstreme. You know, as they say, it's rocket science. Siç thon, është vërtet shkencë raketore, shtoi Rexhepi. Rexhepi, diplomuar në Westerly High School, tha se kur nuk e kishte imagjinuar se do të arrinte të ishte pjesë e një projekti të tillë. Kur isha i vogël, shikoja IT-n dhe Extraterrestrial dhe filma të tjerë për hapësirën, ndaj kjo është jashtëzakonisht emocionuese, tha ai. Tani ai shprehet krenar që edhe një copës e vogël nga Rhode Island është pjesë e një misioni kaq të madh historik. Ai pret me padurim të vazhdoj punën në programin Artemis dhe fazat e tij të ardhshme, ndërsa NASA synon të nisë ndërtimin e një baze në sipërfaqen e Hënës që nga viti 2028. Edhe nga një shtet i vogël dhe një kompani e vogël mund të bëhesh pjesë e diçkaje shumë të madhe, përfundon ai. Nuk ka munguar edhe përgëzimi nga Universiteti i Evropës Juglindore. Ky angazhim përfaqëson një arritje të rëndësishme profesionale dhe një shembull pozitiv për studentët dhe të rinj, duke dëshmuar se alumnit e UL-s janë pjesë e projekteve globale me ndikim të madh, thuhet në komunikat.